A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Të falenderojmë o Zoti ynë për çdo mirësi dhe nimet që na e ke dhënë. I lartë që ti, e lartë është madhëria jote, nuk ka të adhuruar tjetër veç teje. Të flasësh për namazin gjithmonë është pak. Vazhdimisht njerëzve duhet më ju tregu çfarë vlerë dhe rëndësie ka namazi, më u fal Allahit, më lut Allahit xhaleshanuhu. Zoti than Kur'anin e tij famlar, Bismillahirrahmanirrahim, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Tha, me të vërtet namazi na largon nga gjërat e irritueshme, nga gjërat e ndalueshme, nga gjërat e keqija në përgjithësi. Pra namazi instalon dhe vendos dhe promovon vetëm mirësinë. Pra namazi na bën me mendu mirë, me reflektu mirë, na bën me vepru mirë. Këtë qëllim duhet me lut, këtë rol duhet me lut namazi. Nëse namazi selun këtë rol në jetën tonë të përditshme, atëherë ti duhet me shikue se namazi yt a është vërtet namaz apo thjesht je të bë sa për sy faqe, ose je të bë shkeleshko, ose pra diçka qëndron një problem mes teje dhe namazit.